Okej, miq të dashur, çuna dhe goca, mirë se erdhët edhe me një video tjetër. Sot jena të fol për një temë që më mërmenja që shumë pe juve jeni të interesum, edhe do pe juve nashta dhe nuk e dini se çka ka ndodhur. Sot kena me fol për CSGO, ose ndryshe kena me fol për skinsat, për marketin e skinsave në CSGO. Do me thonë dje, me 23 tetor 2025, ka ndodhur diçka që ka mu majt men gjithmonë. Ka ndodhur diçka që ka mu shkru në histori, broda. Ka ndodhur diçka që 100 vjet pejtoshet, fëmija në shkollë, në klasë 5, jo të 5, hajde për ullëm, në klasë 3 në histori, do me thonë, foqën e parë për shamull e ki aty poqin e Edisonit, foqën e 2 e ki Skenderbeun, tona foqën e 3 e keni Mimar Sinonin që veç pak dal pej temës, qa hamamin vla na kena mësu shkollë 5 vjetë të daj për Mimar Sinorin, që ka ndërtu zdi qa objekte në Istanbul. U bo, e di që u kon arhitekti fort, nese që hamamin hinan që tem. E në foqën e 3 tona keni me pas që të update. Do me thonë, ndje CSGO-ja, marketi CSGO-s, i ka ro vlera për diku goti $2 bilion. $2 bilion, $2 bilion i ka ro market capi, bro, i marketit skinsave në CSGO, bro. Po, leta shato për shembull që ka hup pare Volvi, ose CSGO-ja që ka hup pare. Po, edhe njerës që kanë pas skinsa në CSGO kanë hup shumë pare, bro. Normal, ato që i kanë pas skinsat shumë rare, shumë troll, ata për shembull edhe qatë s'kan hup, bile kanë hyp pak në profit. Do me thonë, prap edhe ato që kanë pas snajfat shtrejtë e sënë vene, që i kanë pas ekstrem të rare, tash janë bo nashta edhe ma rare edhe pak, ose i ka hyp çmimi, ose janë hala që aty ku janë kanë. Amo, për shembull për najfa që janë kanë dejnë 2-3k, katastrofo puna. Najfa djem, tash kom ja lëshu një video në ekran, kanë rovë diku dejnë 60-70% vorët pej najfit. 60-70% i ka ra qmimi, bruda. Okej, e tashti pse kanë ra që ka të shumë, bruda. Pse kanë ra që ka të shumë? Se CSGO-ja ka thënë, vlaqko, na e kena një ide. Ideja jonë është që mi bo najfsat që ketë me mujt mi marë najfsat, adin me pas ma shumë lojtar me najfa, se najfat janë shumë shtrejta dhe na tash përdojna mi liru najfat, që na kem punu 10-15 vjetë për që to najfa për mu bo sa ma shtrejt, që gjinja me pas sa ma shumë interes në loj, edhe mu bo loja, adin që mos me mujt asni loj tjetër me mposht që të loj, ketë për shkak të najfave, mi pas turnamentet më të mire, të në të sene, do me thonë najfat janë konë si simboli lojës. Do me thonë edhe ka pas njerës që nuk janë marrë me CSGO, nuk kanë lujt me CSGO, nuk janë inë CSGO-ja, po veç janë marrë me qëtë sportin e skinsave, të najfave, së në vene në CSGO. E këta, qa janë që? Hajde kanë thonë, ti bojna najfat pak ma let, adin për mi fitu. Qysh kena mi fitu ma let? Shikoni. Që ta shë kena një klip excusis këtu. Oh, shit. Që do me thonë, i ko që tu do skinsa që to janë skinsat red, cover skins, që kushtojnë për shamull Dragonfire unë që si jom gabim që jam të majtë mirë men, kushton diku 3-4 euro, bruda. 3-4 euro, do me thonë 3-4 euro, 3-4 euro, 3-4 euro, 3-4 euro, 3-4 euro, do me thonë komplet i bjen diku 25 euro. Excusia i ka qitë 25 euro që tu në trade up. Ja bën ready to trade up. Bang! I del Bayonet Fady. I del Bayonet Fady, brut. Tash nuk e di a është Battle Scarred, a është Factory New, a qa është. Amo i del Bayonet Fady, brut. Skini që shkon diku që si jom gabim pej 900 eurove dhe i 1500 euro, brut. Këtina i del se e ka bo trade up me $25, bro. Me $25, bro. $25, bro.
Me $25 e ka kop skinin brut, Knifin që kushton dej $1.500 dej $1.700 brda. Mere me ment, edhe këshër, nuk është që për shembull që to janë shumë tron për mi fitu, nuk ko. Adin, nuk e ki hiq problem për mi fitu, që full or real, do me thonë nuk os kur zho fake, as kur zho, që vazhdo në mdo këtë hala me bo qështu, këshër sa knifin kësi, sa skinin cover të ko, red skin, këshër, veç pak, hajde, që prap 5 tjera pichet. S'ki limit sa mund me bo qëtë sen. Nuk ka për shamull, veç mund është me bo njëre, fiton qatë najfe dhe u kry puna për shamull. Adin, më nuk mund është me shfrydzu qëtë sen. Po këta janë që e kanë bo pa limit, bruda. Sa t'ki skina rret, tashe, nesëre, mas nesëre, ku me dit nështë edhe mas 2 dite ka me konë që kjo. Bashkë të më interesu për 2 dit që ka me ndodh, a kanë mi këthy për shamull kejtë senet normalitet. Hajt për shamull, ata që kanë fitu, po se di bruda, që kanë fitu tash me që të skina. Që 5 skinsa tjerë, që Forest DD5, nejse, këto janë diku $200, që t'ju silën. Prap do me thonë, €25, $200, aden, $200, prap dishka s'ka hi tash në profit, në qëtë rund. A më që, hala vazhdon hala, Tiger 2 fidel. Edhe kjo është diku €300. Do me thonë, kjo 25 pichet 300 pimer. Edhe kjo është për shemull diku €400. Do me thonë, insane bruda, nuk është normal. Që edhe një bajonet tjetër, Urban Mask, edhe kjo është diku €400. Logikone. E mu për shemull në qëtë update o kam dhimet, si ju e dini qune nuk maj najfa, heq. Ose për shembull në përfaqe që luj që shtu luj me përqindja dhune duna mi shit ato. Nejse, mos t'i hi shumë punës tem se qyshe ka me sponsor, ase prap varët pej sponsorit në sponsor. O me thonë Twitter next, më falni, gjinja o daj, janë të qu klipsa, edhe aty nalt klipsa, për shembull këtynve Twitch streamerave së në vena, peshënojnë numrin hotline, nuk po muj me thonë qatë fjallë, për shembull në Amerike jashtë adin, kia si numra që i thirë, për shembull kur jetu dasht me vetën adin, i thirë me to edhe fol, adin. O me thonë gjinja seriosisht, do janë të ugzu shumë se për bëjnë najfa, do për shembull edhe qaq nuk pjanin se adin për shembull inventorin shumë të forte e kanë, ose i kanë skinsat shumë rare, edhe nuk o të jani, e do tjerë bro, janë të dasht me, thash, o me thënë brut katastrof, nuk e di sa ka me zgot që kjo update bro, po kom dasht me bët qëtë video sa ma shpejt edhe me publiku. Insane bruda, insane brut, a më ti logiko adhun o daj kom up, tash për momentin i kom veç shtri që si koverta, para me no. Para me no veç ato që su një kom shit roll cage-in, jo, prit, më doke 2 roll cage-a i kom, edhe një revole që si jom gabim. Nejse, tash aty, i bjet diku 100, do me thonë pej 3 eurove, a 4 eurove zi pej këtynve skinave, jom diku $147 në profit. Do me thonë para 2 dite i kom posë në Steam, pej atynve 3 skinave, i kom posë do me thonë sa i bje, 4-5 euro në ashti, e tash i kom 147 bra. Tash edhe me dasht mi hek ato s'ka kush i blenë, se marketi o thash katastrof, se di gjinja janë të këshyr tash me bleje me shit e kësisane. Veç janë të këshyr për shamull me nxjerr një 5 red skina, mi kombinu, mi bo trade up. Brut, kanteri tash për momentin o kam do këtë si Roblox, bruda. Still a brain rot jena të lun kanter, brut. Still a brain rot jena të lun kanter. So normal, bruda. Kështu që pa mi që doshur që ka që kepe që saj video, s'fajm dhe i shumë që keni po qëtë video, mësë me bo like, share, subscribe, follow me Instagram, ademi këni, dua shumë së mbera, edhe shifëm në video tjetër, bye bye.